se si ti po i merr tani. Tani po i merr sepse plani këtyre është ky që ta themi në Shqip. Ne na ka ardhur i KMT-ja dhe kërkon na prish ndërtesat. Po jo vetëm neve, edhe llogorajt, edhe gjithë vizë drejtare të Orikumit e Tradhimës. Dhe praktikisht këto janë 90% e njësive ekonomike të vogla dhe të mesme të krajinës tonë, nga ku hyn të ardhurat financiare për gjithë krajinën, edhe për më tepër, se ne kemi të punësuar dhe njerëz që janë përtej krajinës tonë. Dhe ndërtesat duan t'ju zhdukin ekonomikisht. Po jo vetëm se duan që të na dëmtojnë ekonomikisht, po çështja është që duan dhe duke prishur ndërtesat të fillojnë zaptimin e tokave, sepse këta kanë rifreskuar certifikatat e pronësisë që kanë nxjerrë me padrejtësira dhe me poshtërsira, duke bërë mbi vendosje mbi ne që jemi aty autoktonë dhe qindra vjeçar, apo në rastin më të mirë 75 vjeçar këta banorët tanë të Orikumit që janë bashkëkrajinorët tanë, dhe aty duan që kanë rifreskuar certifikatat e këtyre ish-çiftligarëve dhe duke prishur ndërtesat ju bëhet shumë e lehtë që të vinë zaptojnë tokat pastaj me ca policë privata shtetëror, vinë zaptojnë tokën dhe ti nuk afrohesh dot më te toka jote pasi të prishin ndërtesën. Dhe problemi është që gjithë kjo po ndodh në atë pjesë të krajinës tonë që është si thua çelësi i hyrjes në Karaburun, sepse nga ana tjetër qeveria para rreth 2 muajsh dha një investim strategjik në zonën që ne e quajmë Paleokastër, ku është Oriku i lashtë, për një italian, nuk e di çfarë ishte ai. Dhe aty, domethënë, kanë bërë plan që ta lidhin këtë pjesën aty, që është fillesa e Karaburunit, me pjesën tonë që janë tokat ku ne po flasim që janë me 7501 në përdorim, që duhet ishin në pronësi tashmë prej 30 vjetësh, sipas ligjit. Duan t'i lidhin këto dyja bashkë dhe të nisin pushtimin e Karaburunit, për cilin kanë bërë dokumenta falso, por nuk kanë këll që të vinë t'i marrin për shkak se do përballen me kuvendin komunitar të krajinës tonë, siç janë përballur dhe në 2010, sepse ky realisht ta themi është një problem që është i të gjitha qeverive. Pra ne të gjitha qeverit janë kundër nesh në këtë aspekt për arsye se oligarkët mbështeten nga të gjithë. Po problemin akut e kemi me këta tani, kuptohet. Ndërsa për sa i përket zotrisë që përmende, për atë Amerikanin, domethënë që ka qenë funksionar atje, unë nuk kam ndonjë informacion specifik, po kam parë që ai ka ardhur para rreth 2 muajsh, diçka e tillë, 1 muaj e gjysmë ka ardhur këtu në Vlorë dhe ka bërë ca deklarata që Vlora më pëlqen e kështu, po kaq nuk di gjë më shumë për atë. Ne kuptoj, nuk ka problem, nuk është domosdoshmëri që të kesh informacion të